Besimtar dhe besimtare. Respekti është një thesar i veçantë që e bart çdo besimtar dhe besimtare. Por kuj duhet t'ja japim këtë respekt? Njerëzve imoralista që përhapin amoralitetin, nuk duhet që t'ua japim respektin. Ata që shajnë parimet fetare, ata që janë njerëz që përhapin vetëm fitne dhe përqarje midis shoqërisë, atyre nuk duhet t'ua japim respektin. Në shumicën e rasteve kur e japim respektin në vendet e gabuara, ky respekt na merret për dobësi. Dhe pastaj keni probleme në jetën e juaj. Pra të arsye, respektin jepeni në vendin e duhur. Si që thash edhe pak më përpara, është një thesar. Ta respektojmë dhe t'i japim reputacion një njeriu që nuk e meriton, është sikur të hedhim një qese me perla në një kosh plehrash. Allahu ju begatoft.